sotme ku jemi? Në rastin e sotme unë shoh me shqetësim diçka tek protesta. Nuk më shqetëson që është kaotike, nuk më shqetëson edhe që ka njerëz me agjenda. Janë disa agjenda. Më shqetëson që këta me agjenda nuk po lejojnë të krijohet një gjë tjetër. Pra këta duan që ta kapitalizojnë, ta kalerojnë këto dy agjenda. Një është agjenda neomarksiste, Qorit, të tjerë. Dhe po ti shikosh, gjitha parullat janë antikapitaliste dhe antiperëndimore. Ka dhe një segment më të vogël të islamit politik, i cili nuk grumbullon shumë, por është era parë që bëhet i pranueshëm në publik. Shumë nga fake newset që mbahen fjalime atje, që nuk janë të vërteta, kanë të bëjnë me frymëzim të indoktrinimit fetar. Siç është indoktrinim ideologjik neomarksist. Mjafton të marrë edhe që dy veta që kanë përshëndetur nga jashtë, Bernie Sanders, për këtë do në Amerikë, dihet që është e majta ekstreme. Se dhe Rama i majtë është, por është si me thënë Partia Demokratike në Amerikë, ajo pjesa kryesore, po ekstremi i majtë është Bernie Sanders. Lea Ypi gjithashtu, një neomarksiste, që bënda artikull dhe mendonte që kjo shkëndia do shpëtoj dhe Europën. Shumë ngjashëm me fanarin ndriçues të para 40 vjetësh. E kemi këtë fibrë aty, e them të jo për mos pranuar ekzistencën asaj fibre, se jemi në demokraci, dhe pluralizmi i do dhe ata, por atyre që janë atje në shesh, duhet t'ju themi të vërtetën që me agjendë dhe fjalimet kontrolluara janë këto dy segmente. Masivisht antikapitalistët dhe më çik më pak, se nuk kanë dhaj që të pranuar dhe nuk kanë eko të madhe në Shqipëri, segmenti islamit politik. Që janë të strukturuar. Të janë strukturuar, të janë me agjendë. Sepse dhe aty, le të shkoj dikush të marrë fjalën të flasi. Ka një kontroll, kush e kontrollon? Këta që e kontrollojnë kanë fytyrë, kanë emër, kanë program? Pra ky është rrezik që protestat të riqet zvar, të mbetet si frymë presioni, dhe të vi momenti që kur të ballafaqohemi ndonjëherë në zgjedhje, do të dalin disa figura nga protesta, po që ti nuk e koti verifikosh. Atë që sapo the, që do të bënin, ke punu këtu, ke bë aty, ke këto qëndrimet, ke ndryshu qëndrime. Kjo është strategjia e kësaj, atyre që janë me agjendë protesta, të reqin zvarë. Po marr një shembull, është identike çfarë ndodhi në Serbi. Edhe atje u mblodhën për një gjë, jo dhe aq të rëndësishme. U rrëzuan një pensilin, një stre e një stacioni treni, u vran mos gaboj 11 veta, dhe kjo u bë sebeb për atë shpërthim. Dhe brenda aty ka nga internacionalistët e nacionalistët ekstrem, nga të majtë këtë djathtë. Por ata, madje ata e thonë me mburje, që ne nuk po nxjerrim leadership dhe program, po sidomos lider dhe fytyrat kryesore, se na i ble Vučići. Se aty është ky koncepti që të ble pushteti. Po nëse këta që janë të shitshëm, përsëri në protestë. Se këta po vinë të sjellin diçka të pashitshme. Pra ti i pashitshëm sa kohë nuk të blejnë? Ose është mbyll dyqani? Ky tregon amoralitet në thelb. Unë mendoj që ka qenë dhe është strategji, dhe është protokolli i çdo lëvizje revolucionare, në cilën unë kam gjithmonë distancë. Unë jam konservator, evolucionin e duhem shtes e nxis, por revolucionet gjithmonë i kam pas frikë, sepse revolucionet lëvizjet revolucionare kanë një protokoll të përhershëm. Kur duan të futen në sistem, mbajnë presionin psikologjik në shoqëri, kërcejnë brenda sistemit, kapin shumë pak, po pastaj marrin peng sistemin. Njerëzit nuk e dinë, po Mussolini kur u bë kryeministër, ka qenë minorancë, nuk ka qenë maggiorancë në parlamentin italian. Por e shqetësonte stabilitetin e shoqërisë italiane me grupet fashiste, që bënin sherrë me grupet komuniste. Dhe menduan që po t'i japin çelësat e qeverisë, do të qetësojnë gjë. E njëjta gjë me bolshevikët në Rusi. E njëjta gjë bolshevikët, që ishin pakic. E njëjta gjë me Hitlerin, nuk qe shumicë kur bë kancelar. Ja dhanë për të qetësuar situatën. Dhe ai mori peng sistemin. Unë nuk po them që këta... Është ajo shpreha e famshme, i duan zgjedhjet, po vetëm një herë, kur marrin pushtetin. Dhe unë nuk po akuzoj këta për mos keq kuptoni, për ta që janë në protestë, edhe këta me agjendë, por qëllimi i tyre është të mbahet fryma. Dhe fryma është gjithmonë problematike. Unë nuk mund të votoj frymë në zgjedhje, unë do votoj emra. Dhe emrat duhet dalin kush ka kurajo, të dalit thotë unë qëndroj për këtë program politik. Unë qëndroj për këto parime politike. Se gjithë themi kundër korrupsionit është gjë e mirë shumë patjetër. Kush e do? Ti je viktime e korrupsionit, do të mendosh që nga i pranueshëm? Jo. Që ekonomia nuk ecën në Shqipëri edhe prej korrupsionit, përtej kapaciteteve të pakta që ne kemi etj, por korrupsioni pengon konkurrueshmërinë.
sepse është i padrejtë. Unë sa do talent kem, nuk ja marr dot atij tjetrit se ai e fiton me qoftë në një profesion, qoftë në një biznes, qoftë në çdo gjë tjetër, ai që merr në mënyrë të pafavorshme është si të fitosh kampionatin botror me hile. Atëherë është mungesë konkurrence. Por që ta përmbledh, domethënë, protesta është gjëja më e shëndetshme që po i ndodh shoqërisë. Protesta është pluraliste brenda vetes, nuk ka një agent, populli është i shumë ngjyrshëm, i shumë llojshëm, dhe kjo është shumë e mirë. Protesta ka dhe një gjë. Për herë të parë, prandaj e vlerësoj shumë, nuk është një protestë militantësh. Aty ka dhe militant, por tonusin e japin njerëz që nuk kanë nevojë të jenë në politikë. Janë njerëz që duan të ndryshojnë shoqërinë, nuk duan të bëjnë karrierë politike. Janë shtresa mesme e Shqipërisë, mos edhe shtresa mesme e lartë, në shumicë po të shikosh. Duket nga pamja. Janë ajo që në politikë kemi quajtur zona gri. Njerëzit që mendojnë. Dhe kur arrin njerëzit që mendojnë të mbështesin një protestë, kjo është ngjarje shumë e mirë për